udhëzoi, na begatoi, na mbrojti, na I rriti gradat tona. Por paqja, mëshira e Zotit shkojnë dhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, I cili kreu mbi ne amanetin e Zotit dhe na I drejtoi zemrat me Kur'an, që është fjala e Allahut, kelamu Allah, fjala e cila udhëzon dhe drejton të gjithë njerëzit në këtë tokë. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë edhe për mbi të gjithë ju të dashur, besimtar dhe besimtare. Allahu ju mëshiroft dhe ju begatoft që të gjithë. Elhamdulillah, përcollëm mikun më të mirë, mësafirin më të mirë, muajin e madhrueshëm të Ramazanit, mësafirin e Zotit, muajin e mëshirës, të durimit, të faljes, të begative, të rahmetit, muaj I cili vjen rrallë dhe ndahet prej nesh sot dhe e përcjellim bashkë me lot në sy. Me të vërtet na zbukuroi iftaret tona, namazet tona, xhamiet tona, na bashkoi duke hëngur dhe duke jetuar bashkë, mirësi të pafundme. Elhamdulillah, vëmë sot në këtë mëngjes të fitër Bajramit dhe shpresojmë në mëshirën dhe faljen e Zotit Gjelle Gjelaluhu. Vallai, tamam si ai punëtori I cili ka punu një muaj apo një vit apo më shumë, dhe ai I cili e ka punësu jepet e hakun e tij, e Allahu Gjelle Gjelaluhu sot të gjithë njerëzve ju jep hakun e tij. Ju jep hakun që kanë punu, kanë agjëru, kanë fal namazën, dhe për gjitha Allahu Gjelle Gjelaluhu do t'ju shpërblej. Shpërblimi I Allahu Gjelle Gjelaluhu është edhe mas Ramazanit, edhe gjatë muajve të tjerë, ama në këtë muaj ishte mëshira Zotit Gjelle Gjelaluhu, tamam si bereqetin laume, keni parasysh, që ka me bollik, ka shumë. Vallai nuk përshkruhet muaji I Ramazanit, dikush 5 Ramazana, dikush për herë të parë, dikush nga 20, nga 30, edhe ne vallai goxha bom. Do më mbi 50 Ramazana. Në një kohë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam agjëroi gjithsej në Ramazana se ashtu I takoi. Besoj se jeni kënaqur me muajin e madhrueshëm të Ramazanit. Keni përfitu nga muaji I madhrueshëm I Ramazanit dhe besoj se I ngrej moralisht dhe shpirtërisht. Unë kisha për t'ju pyet si u la muaji Ramazanit. Dhe me thanë, a ndryshut në I qikë në vetët juja. Sot që është dita e pare Shevalit, muaj tjetër të honës, a keni ndryshim vetët tuaj? A mendoni se edhe familjet e juja flasin për ju? Elhamdulillah, sa ndryshoi ky njeri që agjëroi Ramazanit. Pse nëse vën pak më herët, Allahu Gjelle Gjelaluhu tha, la'allakum tattaqun. Ja u kam bë obligim këtë muaj që ta agjëroni, edhe qëllimi juaj, qëllimi janë është që ju të rriteni, të bëheni më të mirë. Pra kërkohet domosdoshmërisht që të ndryshosh. Pra sot e ditët në vazhdim të jesh më I miri njeri, se të rriti dhe të ndryshoj muaj I Ramazanit. U tregova I kujdesshëm,
i urtë, i sjellshëm, ama kjo sjellje të duhet për gjithë vitin. Allahu xhelle xhelaluhu thotë o ju dashur, qad aflaha men zakkaha. Shpëtoi ai i cili e pastroi shpirtin e tij, trupin e tij, zemrën e tij, mendjen e tij, i cili i kufizoi gjymtyrët e tij që të mos bëjnë gabime, të mos bëjnë gjinofe. Dhe e poshtroi veten ai i cili nuk përfitoi nga muaji Ramazanit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, me të vërtetë është i pafat ai që e gjen muaji Ramazanit edhe nuk agjeron. A shikoni mirësinë dhe begatinë e Zotit xhelle xhelaluhu. Ishit në agjerim, edhe sot jeni të lirë për nga agjerimi. Dhe me thanë, ato gjona që i kishi të ndalura prej halalit gjatë ditës në Ramazan, sot janë të lejuara. Nërsa ato që ishin ndalura nga haramet, ato janë ndalura se ti është gjallë. A e dini se i mallkumi sot vjenit me rrugë. Edhe gjithë krijesa tjera në gjëjnë duke bërtejt, duke ulurit. Me ato shtrinë e vetë. Çfarë ke i thonë? Na shkatroi Zoti. Pse gjithë besimtarët dhe besimtarët i falin. Allahu xhelle xhelaluhu urdhën e thotë, qad aflaha al-mu'minun. Me të vërtetë kanë shpëtuar besimtarët. Kanë shpëtuar besimtarët. Dhe për këtë a jeni gjallë dhe e din fjalën e Zotit xhelle xhelaluhu, edhe çka kemi punu nga i vit, na e shkatroi Zoti, se i fali, i mëshiroi gjithë. Pra, si bën këtë ofertë, këtë mirësi të Zotit xhelle xhelaluhu, ta shkojsh don sa po të dalësh nga kjo portë. Ju e shihni që edhe festat që i ka caktuar Zoti xhelle xhelaluhu për ne, nuk janë tërbime, nuk janë shkatrime. Qa do të thorë shkatrime? Ta zem njoni prej jush apo prej nesh, ka i dasmë. Edhe dim që morali i dasmëve të është me u gëzu, po jo më u shkatru, jo deri sa të dhej, mos me ditë se ku je. Shifeni moralin e këti bajramit të Ramazanit. U knoqe ma gjëru që na vjen keq që përshkon. Po themi o Zot, na i le shpirtrat që të na gjej prapë. Shifeni me sa edukat. Cila është një fest në botë që janë gjëmë kësaj feste? Cila është? Shifeni me sa edukat. Me sa qetësi, i madh dhe i vogël, pa asnjë lloj urdhri. Po me çfarë? Vetëm me bindje ndaj Zotit xhelle xhelaluhu. Duke qenë qetë, duke besuar Zotin, shikojeni si vën, pa ndalu për hir të Allahut, për të festuar. Po si fillon festa? Me falënderimin e Allahut xhelle xhelaluhu. Ju e dini që edhe ne kur filluam këtu, thamë herën e parë, Allahu Ekber, Allahu është më i madhi, elhamdulillah. Falënderimi është për Allah. Asnjë mirësi. Edhe ajo rroga kur e merr atje tek ai punonzi, thot elhamdulillah, Allah më dha shëndetin, punova, u shpërbleva, mora dersën, ta shpenzoj bashkë me familjen time. Po nuk shkatrohesh. Sa bukur, elhamdulillah. Pra model për gjithë botën. Edhe jo pa qëllim, thotë Zoti, kanë shpëtuar ata që janë besimtarë. Qa janë të lloj besimtarësh mo? Thotë, was-sadikine, was-sadikati. Të sinqert edhe të sinqertat. Burra edhe gratë. Besoj fjallën sinqert e kuptonin gjithë. Dhe më thonë, qërë flet goja,
atë e ka dhe zemra. Ose i sinqert do thot i të i dukshëm. Nuk ka dy fytyra, por ka vetëm një. A e dini, për Zotin ka rëndësi të madhe. Kjo shoqënisët, kjo botësët për sinqeritet vunë. Familja për sinqeritet vunë. Për një burë sinqert, që nuk rrenë atë në familjen e vetë. Për një grutë sinqert, që nuk e mashtron burrin e saj. Po edhe për një fëmijë sinqert, që nuk rrenë babajnë e ti, nonën, po edhe për mësues sinqert, edhe për punëdhënës sinqert. Kretë çështje varet ke sinqeriteti. Allahu thotë: "Wasadiqina wasadiqat", burra dhe gra, të sinqert keni shpëtu. Çfarë na thotë pra vëllezër? Vallai, atë që jep i modhi Zot xhel xhelalu, mirësitë e tij nuk përshkruhen me 5 minuta këtu në këtë ditë bajramit. Se Allahu xhel xhelalu thotë: "Nëse do të mundoheni ti nëmroni mirësitë që ju kam dhënë, kur nuk do të arrini." Se edhe detra thotë më bon boj, e pyjet që e ndrunët më bon lapë, se nuk e përshkrujnë atë që jep Allahu xhel xhelalu. Edhe thotë: "Vësaimine vësaimati", agjerus edhe agjeruese, burra dhe gra. Nuk i ka nda Allahu xhel xhelalu, se me të vërtetë u privun. E deshen Zotin xhel xhelalu dhe respektuar në agjerim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Ju do të keni dëshmitar përpara Zotit xhel xhelalu." Ju do të keni ndërmjetësues përpara Zotit xhel xhelalu. Edhe dy nga ndërmjetësuesit do të jenë agjerimi edhe leximi i Kur'anit. Duke lexuar dhe duke vepruar me librin e Allahut xhel xhelalu, vallahi do të ndërmjetësen përpara Zotit xhel xhelalu. Edhe vjen agjerimi: "Unë jam nga goja, nga trupi i filanit. O Zot, fale personin në të cilin unë kam qenë në atë trup." Allahu t'i drejtohet xhel xhelalu. Pra, mirësitë e Zotit xhel xhelalu janë pa fundme. Po nëse ty të ranë në dorë këto mirësitë e Allahut, nëse ti u gjen dagjerueshëm, dije se kenë disa ndalesa të përjetshme. Si kur i kishe në Ramazan. Çfarë ndalesa e përjetshme? Ti jesh i rregullt dhe i sinqert, së ti jesh gjallë. Rrena mos të buroj këti. Ke familje jote, ke shoku, ke miku, ke puna. Largohi kësaj. Mase mund të duket pak me hajër kështu për momentin, por nuk ka hajër. Më afro pak vlezë, me lëviz pak sepse ka vendet lira në mes. Allahu ju beko. Ata rreshtët e mesi, si ta mos lëvizni pak. Allahu ju beko. Edhe me qenë i dorushëm, si kur qenë Ramazan. Pra, si ta them, mos u gjvish nga mirësit dhe begatit që patën Ramazan, edhe mas Ramazani me u gjvesh nga këto mirësit dhe begatit që Allahu xhel xhelalu t'i ka dhënë. Pse? Po në dohen gjatë gjithë Ramazani. Ta dini se një muaj agjerim nuk mund t'ja dali për 11 muajt e tjerë që të shpëtosh. Allahu xhel xhelalu dhe në thotë: "Fa'bud rabbeke hatta ya'tiyaka al-yakin." Adhuroje Zotin tënd deri sa të vijë minuti i fundit. Më afro dhe më ul, Allahu ju bekoft inshallah. Më afro dhe më ul. Është pak fresk, po normal është.
Allahu ju bekoj. Edhe të vazhdosh deri në momentet e fundit të kësaj jete të jesh në lidhje me Zotin xhela xhelaluhu. Nëse largoni prej Allahut, nëse ishit afër këtë muaj, edhe muajt e tjerë, tini shembull i mirësisë ashtu si kur na kërkon Allahu xhela xhelaluhu. Allahu urdhon dhe thotë se për njerëzit kanë përgatit xhenetet e larta, mirësitë e mëdha, për njerëzit e sinqertë, njerëzit e dërushëm, njerëzit e rregull. Dhe Amazoni në vetvete këtë ka për qëllim. Jo nejtin pa ujë dhe pa bukë. Nga uria dhe nga etja përfitohet sinceriteti, pastërtia shpirtërore. Elhamdulillah, Allahu xhela xhelaluhu na ka begatu me shumë mirësi dhe begati. Edhe sot që jemi bashkë në këtë ditë bajrami, unë them, o Allah, na fal dhe na mëshiro dhe mos na ndaj prej mëshirës dhe prej rahmetit tonë. O Allah, unë të lutem për gjithë këtë xhamat, gjithë të besimtarë dhe besimtare, na afro atje ku ti je i kënaqur ya Rabbil Alamin. O i madhi Allah, të gjithë ato që jenë djemtri dhe vajza të reja në këtë xhamat, bekoj, mbaj pranë madhnisë tënde ya Rabbil Alamin. Siguroju rrezik halal, siguroju bashkëshort dhe bashkëshorte, o i madhi Allah. O Allah, lutjet e mia shkojnë sot në këtë ditë bajrami dhe për gjithë ata që janë moshë vjetër. Bekoj, mëshiroj, mbroj, siguroj me një mënyrë që të mos kenë nevojë të shtrin dorën kërkujt përveç madhnisë tënde, o i madhi Allah. O Allah, unë të lutem për gjithë të dashur që janë këtu sot, siguroju gjithçka ju duhet. Ashtu sikur i sigurova njerit prej pejgamberëve tuaj Musait alayhis salam, i cili u lut dhe tha: o Zot, unë kam nevojë për gjithçka të më japësh. Edhe ne o Zot kemi nevojë për gjithçka të na japësh. Na begato, na mbroj, na siguroj, na furnizoj me një mënyrë që të mos kemi nevojë me ashtri dorën kërkujt, veç madhnisë tënde ya Rabbil Alamin. O i madhi Allah, unë lutem dhe për gjithë ata që janë smur, shëroj, kthej gjendjen më të mirë, pastroj nga çdo smundje. O Allah, lutjet e mia shkojnë sot për gjithë ato të cilët kanë lënë vendin e tyre dhe janë për të siguruar djersën e ballit për familjet e tyre. Kudo që të jenë, afroj pranë familjeve. Mbroj, mbaj me iman, mbaj me rrezik halal, me mirësi dhe begati, ya Rabbil Alamin. O i madhi Allah, lutjet e mia shkojnë edhe për gjithë ata të cilët janë të ngarkuar me borxhe. O Zot, lehtësoja, ndihmoja që t'i likujdojnë ya Rabbil Alamin. O Allah, edhe ata që janë pa shtëpi, siguroju shtëpia ya Rabbil Alamin. Ndihmoju që të kenë ya Rabbil Alamin. Edhe ata që janë pa fëmijë, ndihmoju që të kenë ya Rabbil Alamin, djem edhe vajzë. O Zot i gjithësisë, lutjet e mia shkojnë për gjithë ato besimtarë dhe besimtare, musliman dhe muslimane, në të cilët kanë luftë. O Allah, ndaloje luftën. Ke fuqinë dhe pushtetin mbi gjithçka, ndaloje luftën. Ndaloje luftën e qafirave të ya Rabbil Alamin. Pse gjithçka është në pushtetin dhe kujdesin e madhnisë tënde. Dhe të lutem për gjithë ato bija, gjithë ato besimtare, kudo që janë në botë, që janë në hallet mëdha, o Zot, lehtësoje ya Rabbil Alamin. Lehtësoja, ndihmoj, mbroj, siguroj ya Rabbil Alamin. O Allah, lutjet e mia shkojnë për gjithë ato të dashur, të cilët ne na kanë kaluar prej kësaj jete. Fali mëshiroj dhe jepu xhenetet e larta. O Allah, lutjet e mia shkojnë për gjithë ne që jemi këtu. Na afro tek madhja jote.
në plotëso dhe në pajis me moralet larta. Në mbaj atje ku ti e i knaqin prej nesh, oj mo dhe Zot. Ne s'kemi tjetër vesh më me thënde, i gjake na abudu, o i gjake në sta'in. Ne vetëm ty të përulemi dhe vetëm prej teje presin ndihmën, oj mo dhe Allah. O Allah, për gjithë shka të lutëm, ne pranon, zbashku, O vlezër, në gjithë këtë gjëmat. ulluni, do të falet Bajrami kur të themi ne, ulluni, Zotin Inshallah keni durim, kemi duru 30 ditë të Ramazanit, do të durojmë edhe pak. Pra, do falet Bajrami, do mahet edhe hutbja e Bajramit, edhe në basa sa, inshallah, do të përshëndetmi me njëri tjetrin, por them se kemi dhe disa minuta, duroni pak, Allahu ju bekoft, inshallah. Allahu urdhën e thot, inna Allahe me as-sabirin. Allahu, Zoti juj, Zoti jon, është me ata të cilët bëjnë durim. Bekime, mëshirë, mirësi edhe begati për gjithë, inshallah. Do vazhdoj me faljen e namazit të Shitër Bajramit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi l-hamd. O vlezër, më bëni halal, mbrapa jush janë